Në mes të oqeanit Atlantik, në një hapësirë ujore që shtrihet mes Floridës, ishujve të Bermudës dhe Porto Ricos, ndodhet një nga zonat më të famshme dhe më të frikshme të historisë moderne. Një zonë që nuk figuron zyrtarisht në asnjë hartë detare si territori rrezikshëm, por që për më shumë se një shekull ka qenë epiqendra zhdukjeve të pashpjeguara, rrëfimeve misterioze dhe debateve të ashpra mes shkencës dhe fantazisë njerëzore. Ky vend njihet me emrin Trekëndëshi i Bermudës. Për marinarët e vjetër, kjo zonë nuk ishte thjesht një koordinat gjeografike, por një paralajmërim. Anije që hynin dhe nuk dilnin më kurrë, sinjale radio që ndërpriteshin papritur, kompasa që çmendeshin, qielli kthjellët që brenda minutash shndrohej në ferr, dhe mbi të gjitha heshtja. Heshtja që mbetej pas çdo zhdukjeje, pa trupa, pa mbetje, pa shpjegime. Trekëndëshi i Bermudës nuk është një mit i lashtë, ai është një misteri i epokës moderne, i dokumentuar nga raporte zyrtare, arkiva ushtarake, dëshmi pilotësh dhe regjistra detar. Dhe pikërisht kjo e bën edhe më shqetësues, sepse këtu nuk flasim për legjenda popullore, por për raste reale, me data, emra dhe koordinata të sakta. Gjithçka nisi të marrë formë në fillim të shekullit 20, kur lëvizja detare dhe ajrore u rrit ndjeshëm. Anijet tregtare, cisternat, avionet ushtarak dhe civil, filluan të kalonin rregullisht këtë zonë strategjike që lidh Amerikën me Evropën dhe Karaibet. Dhe bashkë me këtë trafik të dendur, nisën edhe raportimet e para të zhdukjeve të çuditshme. Një nga rastet më të hershme të dokumentuara ndodhi në vitin 1918, gjatë luftës së parë botërore, kur anija gjigante amerikane USS Cyclops u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Cyclops ishte një kolos prej qeliku me mbi 300 antar ekuipazhi dhe ngarkesë të rëndë minerali. Ajo u nis nga Brazili drejt Baltimores dhe u pa për herë të fundit teksa hynte në zonën që sot njihet si Trekëndëshi i Bermudës. As një sinjal SOS, as një thirrje ndihme, as një copës mbeturine nuk u gjet kur. Hetimet zyrtare nuk arritën në asnjë përfundim bindës. Zhdukja e Cyclops mbetet edhe sot humbja më e madhe jo luftarake e marinës amerikane. Por në atë kohë, askush nuk fliste ende për një trekëndësh misterioz. Rastet e izoluara shiheshin si aksidente detare. Vetëm me kalimin e viteve, kur modelet filluan të përsëriteshin, dyshimet u shtuan. Në vitet 40, me zhvillimin e aviacionit ushtarak, misteri mori për masa të reja. Avionët që kalonin mbi këtë zonë raportonin çrregullime të çuditshme, instrumente që dështonin pa arsye, humbje totale orientimi dhe në disa raste, zhdukje të menjëhershme nga radarët. Rasti më famkeq ndodhi më 5 vjetor 1945 dhe njihet si fluturimi 19. 5 avion bombardues të marinës amerikane, megjithse 14 pilot dhe ekuipazh, u nisën për një stërvitje rutin nga Florida. Kushtet atmosferike ishin normale. Pilotët ishin të trajnuar, avionët ishin në gjendje të mirë. Por pak kohë pas nisjes, komandanti i grupit raportoi se kompasat nuk funksiononin dhe se nuk dinte më ku ndodheshin. Mesazhet radio u bën gjithnjë e më konfuze. Pilotët flisnin për oqean që dukej ndryshe, për qiell të çuditshëm, për humbje totale të orientimit. Pak më vonë, komunikimi u ndërprej plotësisht. Asnjë nga 5 avionët nuk u gjet kurrë. Edhe më tronditse ishte zhdukja e avionit të shpëtimit që u nis për t'i kërkuar. Edhe ai u zhduk pa lënë gjurmë. Pas këtij rasti, opinioni publik filloi të fliste për diçka më shumë se thjesht aksidente. Media nisi të përdorte terma si zona e vdekjes dhe trekëndëshi misterioz. Dhe me kalimin e viteve, tregimet u shumuan. Marinarë raportonin se kishin parë drita të çuditshme mbi ujë. Pilot flisnin për re që rrotulloheshin në mënyrë anormale. Disa pretendonin se kishin përjetuar humbje kohe, sikur disa minuta apo orë të ishin zhdukur nga realiteti. Po çfarë është e vërtet dhe çfarë është mit? A është Trekëndëshi i Bermudës një anomali reale fizike apo një konstrukt i frikës njerëzore i ushqyer nga rastësi dhe egzagjerime? Shkencëtarët kanë propozuar 10 shpjegime. Disa flasin për fusha magnetike anormale,
të tjerë për metan që çlirohet nga fundi i oqeanit dhe fundos anijet. Ka teori për valë gjigante të papritura, për stuhi të shpejta tropikale, për gabime njerëzore dhe navigacion të dobët. Por ka edhe teori më të errta. Disa besojnë se zona është një portë drejt dimensioneve të tjera. Të tjerë flasin për teknologji të panjohur, për qytetrime të humbura si Atlantida, apo për ndërhyrje jashtëtoksore. Interesant është fakti se pavarësisht reputacionit të saj, Trekëndshi i Bermudës mbetet një nga zonat më të trafikuara në botë. Çdo ditë, 10 anije dhe avione kalojnë pa asnjë incident. Dhe kjo, kontrasti i thellë mes normales dhe të pashpjegueshmes, është ajo që e mban gjallë misterin. Apo përballemi me një fenomen real që shkenca ende nuk e ka kuptuar plotësisht, apo me një histori që është rritur nga frika, media dhe dëshira njerëzore për mister. Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi pas në kohë, shumë përpara radarëve dhe avionëve modern, në ditët e para të eksplorimeve oqeanike, kur marinarët e parë raportuan se në këto ujëra diçka nuk shkonte. Në vitin 1492, Kristofor Kolombi po udhëtonte drejt asaj që ai besonte se ishte rruga perëndimore për në Indi. Gjatë kalimit të Atlantikut, ai dhe ekuipazi i tij përqetuan fenomene që i shënoi me kujdes në ditarin e udhëtimit. Kompasi i anijes filloi të devionte nga veriu i zakonshëm. Gjelpara magnetike nuk tregonte më drejtimin e saktë. Për marinarët e shekullit të 15, kjo ishte një shenjë ogurzez. Ata besonin se kishin hyrë në ujëra të mallkuara, ku ligjet natyrore nuk funksiononin. Kolombi raportoi gjithashtu drita të çuditshme mbi horizont, që ngriheshin dhe zhdukeshin pa shpjegim. Ai u përpoq t'i qetësonte njerëzit e tij, duke i atribuar këto fenomene faktorëve natyror, por frika ishte e dukshme. Nëse këto ishin thjesht iluzione optike apo diçka më shumë, mbetet e paqartë. Por fakti që këto raportime përkojnë gjeografikisht me zonën e Trekëndshit të Bermudës ka ngritur dyshime serioze të studiuesit modern. Me kazimin e shekujve, këto ujëra u përshin gjithnjë më shumë në rrugët tregtare. Anije spanjolle, portugeze, britanike dhe franceze kalonin rregullisht këtu, duke transportuar ar, argjend dhe mallra nga bota e re drejt Evropës. Dhe bashkë me pasurinë, rritej edhe numri i anijeve që nuk mbërrinin kurrë në destinacion. Disa u zhdukën pa asnjë shenjë, të tjera u gjetën të braktisura, me velat hapura, pa ekuipazh, pa shenja lufte apo stuhie. Një nga rastet më të famshme është ai i anijes Mary Celeste, e gjetur në vitin 1872 duke lundruar pa kontroll. Edhe pse rasti nuk ndodhi brenda kufive klasik të Trekëndshit të Bermudës, ai u bë simbol i frikës detare dhe shpesh lidhet me misteret e Atlantikut. Por brenda vetë Trekëndshit, rastet ishin edhe më të errta. Në fillim të shekullit 20, regjistrat detar filluan të tregojnë një model të pazakont, anije që zhdukeshin në kushte të mira moti, pa stuhi, pa paralajmërime, pa thirrje emergjence. Në vitin 1921, anija Carol A. Deering u gjete braktisur pranë brigjeve të Karolinës së Veriut, një zonë që shpesh konsiderohet pjesë periferike e Trekëndshit të Bermudës. Anija ishte në gjendje të mirë, ushqimi ishte ende në kuzhinë, sendet personale të ekuipazhit ishin në kabina, por të gjithë njerëzit ishin zhdukur. Hetimet zyrtare nuk gjetën prova për pirat apo rebelim, rasti u mbyll pa përgjigje. Këto ngjarje filluan të krijonin një narrativ kolektive. Detarët filluan të shmangnin zonën kur ishte e mundur. Historitë kalonin nga një brez në tjetrin, duke u përzier me supersticion dhe frikë. Por përtej tregimeve popullore, kishte edhe diçka tjetër, të dhëna konkrete, që nuk përputheshin me modelet e zakonshme të aksidenteve detare. Një nga anomalitë më të përfolura është fenomeni i quajtur variacion magnetik. Në shumicën e vendeve të botës, veriu magnetik nuk përputhet saktësisht me veriun gjeografik. Navigatorët e dinë këtë dhe e korrigjojnë gjatë lundrimit.
Por për një periudhë të gjatë, në zonën e trekëndshit të Bermudës, këto dy veriore përkonin pothuajse në mënyrë perfekte. Ky fakt, i kombinuar me ndryshime të papritura magnetike, mund të ketë shkaktuar konfuzion fatal për navigatorët e papërvojë. Megjithatë, kjo nuk shpjegon gjithçka, sepse edhe pilotë ushtarak të trajnuar me instrumente moderne raportuan humbje totale orientimi. Disa dëshmitarë që mbijetuan flisnin për ndjesi presioni, për mjegull të dendur që shfaqej i papritur, për heshtje radioje absolute. Në vitet 50 dhe 60, kur media amerikane filloi të eksploronte më thellë historitë misterioze, trekëndshi i Bermudës u shndërrua në një fenomen global. Libra, artikuj dhe dokumentar e portretizonin zonën si një vend ku shkenca ndalej. Autori Charles Berlitz ishte një nga figurat që e popularizoi më shumë termin trekëndshi i Bermudës, duke përmbledhur 10 raste zhdukjeje dhe duke i lidhur ato me teori jo konvencionale. Publiku u nda në 2 kampe. Njëri kërkonte shpjegime racionale, tjetri ishte i bindur se diçka jashtë normale s'po ndodhte. Dhe sa më shumë që përpiqeshin skeptikët ta demistifikonin zonën, aq më shumë raste të çuditshme dilnin në dritë. Disa avionë raportuan se kishin kaluar nëpër zona ku koha dukej se ngadalsohej. Instrumentet tregonin mos përputhje. Pas uljes, pilotët kuptonin se orët e tyre nuk përputheshin me orët e tokës. Këto raste janë të rralla dhe të diskutueshme, por ekzistojnë në arkiva. Në të njëjtën kohë, oqeanografët filluan të studiojnë fundin e detit në këtë rajon. Ajo që zbuluan ishte një topografi jashtëzakonisht komplekse. Gryka të thella, rryma të forta si rryma e Gjirit që mund të zhvendos mbetjet e një anijeji qindra kilometra larg në pak ditë. Kjo mund të shpjegojë pse shpesh nuk gjenden mbetje. Por, sërish, jo të gjitha rastet përputhen me këtë shpjegim, sepse në disa zhdukje asnjë gjurmë nuk është gjetur kurrë, as në zonat ku rryma do të duhet i nxirrnin në breg. Dhe këtu lind pyetja që vazhdon të shqetësoj studiuesit. A kemi të bëjmë me një kombinim faktorësh natyror ekstrem, apo me një fenomen që ende nuk është kuptuar? Përgjigjja nuk është e thjeshtë, sepse sa më thellë që gërmojmë në arkivat historike, aq më shumë raste dalin në pa. Raste që sfidojnë logjikën, por që janë dokumentuar me kujdes. Dhe ndërsa shekulli 20 po avanconte drejt teknologjisë lartë, shumë besonin se misteri i trekëndëshit të Bermudës do të zhdukej, se radarët, satelitët dhe komunikimi modern do ta zbardhnin përfundimisht të vërtetën. Por ndodhi e kundërta, sepse edhe në epokën e teknologjisë, zhdukje të pashpjegueshme vazhduan të ndodhnin.